Big Brother Albania V5 ka ndarë një deklaratë ekskluzive të Mirit në dhomën e rrëfimit teksa flet për banorët. Miri thosë se shtëpia është ndarë në 2 frone, duke thënë se Selin, të cilën e quan si mbretëresha që ka rënë nga froni. Sa i përket Kristit, ai u shpreh që është kryesori, ama është jashtë loje. Jemi ndarë në 2 fronte, një që bën qef e një që ka ikur nga trut. Në një front bën pjesë Gimbo, Greta, Shëndriti, Mateo dhe Brikena. Kristi është më kryesori, por ka ikur nuk bën më, është jashtë linjës. Selin mbretëresha ka rënë nga posti, është dëgjuar të thotë Miri. Pas situatave në shtëpi, ky i fundit është pari për lodhët teksa qëndronte në oborrin e shtëpisë. Kurse në rrjetet sociale është bërë virale një video midis tij dhe Mateos, ku provokimet e Mirit nuk kanë të ndalur, gati duke prekur dhe në fytyrë. Një moment i cili ka treguar që Mateo është një lojtar që ditë të jetë njëri në atë shtëpi duke ruajtur kontrollin edhe që situata të mos kalonte në përdorim të ulët të dhunës apo që dy djemt të rriheshin duke i parë miliona shqiptar.